Zhgënjimi nuk është fundi I rrugës, por një udhëzues që të tregon se ndoshta rruga që kishe zgjedhur nuk ishte më e mira për ty. Shpesh, ajo që ne e quajmë humbje është në të vërtetë një mbrojtje nga Zoti për të na larguar nga diçka që nuk do na sillte lumturi. Mëso ta shohësh zhgënjimin si një mësim, jo si një dënim. Çdo plagë që të jep jeta është një dritare e re për të forcuar shpirtin dhe për ta bërë zemrën më të butë, më të durueshme e më të gatshme për mundësi të tjera që do të vijnë.